Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i shtunë 10 maj 2025. Dashi. Ditë mjaft të shqetësuar, aq shumë sa që edhe mund të kundërshtoni veten. Ju keni pritur për vendimet e dikujt për shumë kohë, ose ju duhet të rregulloni disa tradhti. Demi. Prezenca në shtëpi është shumë e rëndësishme. Mbaj mend që nëse ka pasur një ndarje, tani duhet të gjejmë një mënyrë për të dalë prej saj. Binjakët. Ju do të bëni zgjedhje vendimtare për çështje të rëndësishme. Dita është interesante sa i përket marrëdhënieve emocionale. Gaforja. Do të jetë e lehtë të kujdeseni për punët tuaja private në një mënyrë pozitive. Nëse një njeri është larg, do të ndjeni nevojën për qartësi, i cili ka qenë vetëm për një kohë të gjatë, tani mund të gjejë gjysmën tjetër të mollës. Luani. Ju dëshironi të ndryshoni ritmin dhe mënyrën tuaj të jetesës, kjo gjithashtu varet nga mosha dhe rrethanat tuaja. Në dashuri pritet një shërim. Virgjëresha. Do të keni mundësi të zgjidhni çështje komplekse. Kjo është një kohë e mirë për të rivlerësuar dashurinë. Historitë e sapo lindura janë më të rëndësishme. Peshorja. Nëse keni një histori të rëndësishme, ka ardhur koha të vendosni se çfarë të bëni për të ardhmen. Keni kapërcyer edhe shumë probleme shëndetësore dhe kjo ju mundson të arrini shumë më tepër edhe në aktivitetin praktik. Akrepi. Një situatë që kërkon kujdes, mjafton një fjalë shumë dhe sot mund ta gjeni veten duke debatuar, edhe nëse nuk dëshironi. Në dashuri jeni acaruar, më mirë të prisni situata të reja, jo gjithçka është aq e lehtë sa duket. Por në fund do të fitoni. Shigjetari. Kjo është një ditë që ndihmon edhe dashurinë, për ata që tashmë kanë një marrëdhënie të qëndrueshme, është një kohë zgjedhjesh për jetën. Do të kaloni një pasdite të mirë. Britsjapi. Dita duket e paqartë, nervoze. A nuk doni të punoni për të shmangur gabimet? Për ndjenjat, nëse nuk ndodh asgjë, do të thotë që ekziston një blok emocional që duhet të përpiqeni të kapërceni. Ujori. Do të jetë një ditë e veçantë, nuk do të ketë mungesë energjie, përveç një ngjitjeje pak emocionale në mëngjes. Keni harruar një pagesë, keni kujdes sepse në këtë ditë mund të bëni marrëzi për shpërqendrimin tuaj. Peshqit. Duhet thënë se në këtë periudhë nuk janë të pak të lindurit që përpiqen të gjejnë sërish qetësinë, ndër të tjera, edhe nga pikpamja ekonomike dhe romantike ka mendime të vogla të dyta. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.